energjia elektrike do të paguhet me 6 lekë. Shqipëria do ketë çmimin më të lirë të energjisë në Europë për biznesin. Ne e kemi patur. Nuk është se po bëjmë një diçka të re. E kemi patur, do ta rikthejmë përsëri fuqishëm në mënyrë që të japim hapësirë më të madhe investimeve, por edhe të lehtësojmë biznesin. Natyrisht, sistemi më i ulët i taksave është vendimi ynë, taksa 10%. Është taksa më e lashtë. Në Bibel dhe Kuran është taksa 10%, më e drejta.